Këtë vend Kalin e ka luftu Azem Bet Galica me gjithë trimat e Kosovës. Besa dhe nga gjitha trojet shqiptare ka do që janë. Do me thonë gjësh, Azem Galica pas ka pas trima nga gjithë Kosova, ha? Po birë, nga gjithë Kosova. Shkurt nga gjitha trojet shqiptare. Ka qenë krye komandant i gjithve dhe ka luftu pandërpre për lirinë e këtij vendi. Thonë, kur Kalin me një fishek të kryt. A ka naj trim Kosova si Azem Bejt Galica? Kalin trima kjo tokë gjithmonë. Si Azem Galica, Skenerbeu, Adem Jashari, e sa trimat të tjerë, e luftëtar të tjerë që dhanë jetën e çdo gjë për këtë trull. Dhe ta ruajmë amanetin e tyne për liri edhe për këtë shtet si sy të ballit. Ta ngrisim sa më nalt emnin ton të shenjtë shqiptar. Sefer, bora. Të janë të përdo që atë diqka? A dinë që s'bo me këqy? Unë gjë. A di që s'du me po? Qa ki bre ti? Unë po kam qa me pos një motor. Ma mirë me pos një vëlla. Jo be vëlla s'po du heq vëlla. Motor edhe pik. As merë ti s'din gjoje i vogël. Ma vjemë shutre lov me luft, se ves na dë. Po na trejna. Është edhe boba e jo ves na dë. Po, a? Që u zmina? Po ku po shkon një burra? Po shkojnë në luft. Apo në morë dhe na me luftu? Ose jo jeni të vogël. U zënet pasha zotin e kallën katunin. O, vëlloj, ti me flok për i shkon. A muj të vetë. U bana marak për ty. S'ki qa bon është marak. Shqyqysh zotit tash, kësaj shpije ju bon 3 burra. Po thonë që ka shumë të vranë. Po, lufta kështu e ka. Dikush vrahet e dikush lene. Qka me i bon dhe qebesa dhe turqit sot me gjak e kanë lo molin. Ky fishek prej Gjerdani ra. Te kryte Azemit, i njëjti fishek. 2 herë ra. Prej Gjerdani? Edhe ky Gjerdan i Azemit koftë. Hajme tazëm, hajde me synë. Zajmë synë, hajde. Qa po bani marrë dhe pësuza? Azem, a të rëzoj kusha? Jo, daj, ti e din, kur kus mënët me më rëdzu. Het pas daja, hajde shkoj me dajnë, ava dojnë. Azem, karzu, Azem. Kur? E ku jo është këtë djallë, me? Ky i bejtë, sa. Shife? Në pijemi është. Hajde dhe pasi. E që shë thonë emrin,
Qështë ta thonë emri dhe për bje? Azem. Oj, Magzor. Që kështë të fundër e halë. O iz boletini, po thonë se ky pasha i rio maj mirë se i maqmi. Shka ta mërmenja ty? Moramet, a di që shka thonë i maqmi? Se kepa si e re, si e vjetër, edhe kur e ha, edhe kur i merrer, është e njajtë burive. Mos i besoni shumë këtë në fjallëve. Atyne tash u ka ardhë funi dhe dun me na mashtru me i copasht. Në udhën që kena nisë bura nuk do t'a lam mes, derisa të largohet dhe ushtari i fundit i Turkut për i këti veni. Nëse des jena të bashkume, atëherë kjo punë shkon pa fund, sa të mune. Kështu? I vjen gjuhë. Qotje. Azem, fjete me dajna, hajde me shku në sobat jemera. Hajde që. Qofle. Jo, për të me ngua. Dhe me ngua, Lene. Se më duket edhe zbardhi kur tarsh izëm, e të falemner shumë ja rebi zotit dhash bereqete u pjekshim më të mira. Hajde burra. Hajde, më shumë nuk të burra, Hajde, brother, hajde. Ullu. Që që kja hame? O bacis, a bën edhe unë më ardhë me ty. Ku me ardhë më rëmbirë, po ti je i vogël e smudesh, s'din me qitë push. Po, Didi, më kam mësu do akurt me qitë. Kuife, kalin ku e ke, ti s'ke kalin. Po, vi edhe e vras një shtarë turk edhe ja marrë kalin. O më rëmbirë, po, ke ko me rok pushën edhe ti. O bacis, a the edhe ti pram vetë, për shdo mashkull me marrë pushkën edhe me shliru velin e vetë. hajde o isë shkojmë, se kjo është një jem e shtira me mashtru këta. Ke qka është ke? Kush ta ka dhonë? Zdi volla, thoi që u mle me ta. Mirë, mirë. Maje e ruje se për shqiptarin një push e i qefin gjithmonë ka vyë. Shkojmë kërë. Shkojmë. Po Azem, ku e morë këtë fishek? Nona më ka thonë që më le me qëtë fishek. Po Azem, e cikëm se ardhën shkitë. Vesh të dhëm! Shqiptarve edhe! Sherif, e s'kom të dojë qpejt. Mehmet, erdhën shkit vallohen. Po vallohen. Ej, stani ovde! Gdje ćeš tamo? Stani tu! Stani moj kuti olmasku! Ku ma ka vrobar dhokërte? Qa mi dhomovës, ku u ka më mytë? Mehmet, a të shkën e këllëtën a bobës? Qu? Joj, lele, maj! Komandir. Po Azem e ke vroni një shumë të marë. Krejt ushtrinë e kralit kam i vra. Jërësishim, u bio neko naše komandire. Stojane! Po vine do dy gjanar. Ikim! Po kërkush nuk lypi pejteje me vras të janin. Po i kam vra një ditë bajve. Po a i s'ka pas pun me ty. Ti vetë ke tha, që ata që i bojnë këtë, do të me ka pushkën edhe me i vra.
Bile dhe Isa ka thonë. Mshele tash. Ti sot ki mujt me hongër dhe. Ti e thmi. Qka din ti qka o pushka? Ti vetëm ke mësu qysh me gjumë me pushk. E pej sot, asë ndorë nuk u gjën me kokë pa të thonën. More vesh. Po bëj. Po bëj to. O, hajde më mirë se t'ka pru zoti, si e murë. Hajde Imrana. Nuk kom vakt. Të kanë që fjallë Hasan Prishtina e Isa Buletini. Mi mbledh krejt djemë të Drenicës e misulmu krejt vendet e turqve. Shala gati bejt. Veç, pas bar dita bejt. E hajrit koft kjo punë. Dhe ti o trim, mi bun selami is Buletinit e Hasan Prishtinës. Thuj se edhe këto honë, drita ka me qelë me gyk të pushve me emër të Zotit. Hajde pas rrugën e marë. Janë të orë, afër janë. Mirë, bëth. Bandi gati, burra. Shtani mon burë. O nipi jem azemi është. Po e shë si hije, her kon e her atje. Ajo është si gjuat. Hajde, hajde. Kush është ky djalë, Ahmet? Azem Bejta, Azem Bejta. i biri Bejt Galicës. A shife. S'po mëdhimet Bejta se pas kanë me lanë mas veti. 500 vjetë u banë Bacis. Nuk pishijet fundi kësaj lufte. Mos u mërzit Azem Bejta se shpejti vjen fundi. Fishekun, a ke me vete? E moj me veti. Bacis,
Pushkën edhe kalin e kum gjetë. E për qefin, po më duket që kam vakt hala. Gjumë da se. Hajt. Vllazën. Shkau për ne vron gra, fmi, pleshe burat për armatosën. Na duhet vllazën me i dhanë fund kësaj pune. Unë e kum vendos, pej sot me e formu qetën, edhe me i dalë zot këti pople e këti vatani. Lungoja Azem Galica. Bashkë me tonën dhe Vesel Hoxha. Una jam me juve. Aty ku o Bajrami, jo me dhonë. Po i lumë goja o, bo eram tërnavsi e gjem tërnavsi. Po ju gjithin i kanë. O Azem Bejta, hajt ty be, edhe e min latin e kikra. Tu rrit njera o e min. Po në nej fjallë o Shaba Mangjolli. Sa ta kam frymen se kam nërmen me u da prej Azem Galicës. Goja të lumë. Goja o Shaban Mangjolli. O Azem Galica, shuk të pas kanë të bu, veç për hajkof qeta. Bashkë me ty o Fazli Bajrami, e njera tu rrit. O Azem Galica, gjithmonë krak i mon pas. Lumë goja o Sadi Krama. O Azem Bejta, s'nadimet jeta as muaj, as hys popovës, me dhonë jetën për ty e për këtë vend. Tu rrit njera o Mursela Ahmeti ty hys popova se e pas ka shku zoti me bani punë të madhe në bashku. Mirë se vëzhet avona. Mirë se na erdhe ozën e lujkani. Mirë se vëzhet. Qka u boj me Alitin u vënu? Të ardhe lash. Nuk tjeta burra. O, të në tjeta Alit Bajrami, cila të një vëvec. Mojtë Alit. Mirë se ka pru zoti. Mirë se u gjetë. O Azem Galica, niva që ishi të bu, deke në bashke me bo. Gjithmonë mas te keme ka Azem Galica. Të prifte mara edhe juve dhe neve o Alit Bajrami e Gjeladin Luboveci. O lozën, betohmi me besa bes para këtip qamuri. Besa bes! Parlamenti turk nuk don me dit për kërkesat tona. Fjallë tona po bin veshurt. Në këtë vakt, kur vendi ton po i kanoset rreziku nga gjitha anët, e vetmja rrugë shpëtimi është lufta. Është lufta për mbetësinë e Shqipënisë. Nga ky vend, edhe në këtë dakik, na duhet me i rrok armët për me mbrojt vendin ton. Lazën koha fjallëve ka kalu. Mu edhe disa deputetve tjerë, Gjon Turqin, po na ofrojnë koltuqe në Stamboll. Po edhe unë, edhe çdo shqiptar, ma me qef vdesim në këto shkrepat thata, se me tralltu idealin e kombit ton. Askush nuk mundet me ndal vullnetin e këtij kombi për liri. Vllazën, nuk ka kohë për përgjumje. Të rrokim armët, se koha për Shqipni nuk pret. Qau në vllazën, kret ju lumshin. Goja o Hasan Prishtina! O, lofinon. Ku hubet anë ditën në birë? U bona marak për ty. Nuk isha më bo marak o i non. Në shalë kesh. Nuk o mirë mu anë shumë. Luft është. Kesh minimu i sa boletinit. Boli e batë se ka ndollë me t'lyp ton ditën, u aga Azem. Jenë bon shumë marak për ty. Nuk përdu më t'hup edhe ty më rëbirë. Bal ka dhënë ke shpi. Bata Azem, am ke thonë që kina me shku bashkë të dojnë. Ti pas ke shku vetë. Hajtë se me bacim bashkë na me shku.
Da li ste me, gospodine? Turcija odlaze. Albanci hoće da objave nezavisnost. Vi znate šta oni činiti. Zar ne? Razumem, gospodine predsjedniče. Shot? Oj, shot! Djem të ndaj kom mal burra. Ta të vezit jenë këtu. Rexha e Meti. Ofro dimri burra. Për Shqipni e kemi nisi sa boletinin. Unë vendosa me najt knena. Ai nuk po i dihet se çka sjell lufta. Shtjell në kaj cigare, burra. Falënderë so baci Halil. Shkijet janë ka sillën shumë. Nuk ka bes me ta burra. Edhe na këtu jem, e nuk e kemi nërmen me lëshu e venin. Halil, duhet me najtë pregaditun këto kohë. Nuk i dihet çka sillet. Prej ka të patem ty, mardjall. Jam pe Galice. Është djali i bejt Galicës. Tu pas ka rrit djem të baci Halil. Janë rritë e në bo burra. Pa emnin shëpoten. Recep pa kam emnin. Ko kjo bo ta më përpush koreq. O me nëzës po pres o bac. Bolla s'kan djoll pas kjo o bac Halil. Ofshin me ymer. Lumë goja. Kosto, të hyhet shqiptarve shpi për shpi. Po qëllimi ku o, generale? Mja marrë shqiptarve këtë armatimin. Ky është qëllimi më i mirë. Dobro. O, Mizalit! O, haja! Haje kësaj do burë! Mirë se vini burra. A jeni seni? Ahmet Delia na qoj me kanë nga teje, po folët që shkijet e kësa jane Po bohen gati për luft. Hajde hyni mrena e pushoni burra. Se menën milshu këtë vend nuk e kemi. Nëse donë mi aqit tymin, ja qesim burra. Djema, lidhjam një kualë. Gjallinën për rime djemja. Azem, rryti. Hy mrena burra. Vazhna ka një burro. Ku të rrinera, burro? Ku të rrinera? është dohani fort. E kom punu vetë. Ka shumë shkije kënej? Me sa di unë azem, këtu ka shumë pak shkije. Po që po flitet, janë të orë shumë për Serbijës. I kemi majtë me mbëk mëre burra. E ta është për nga këthejnë pushkën. U më rabo da. A mujte? Që, hajni një. Da zë një burë. U në nga të rritë. Azem, s'po ta qore pa orë se mëra vesh që shkite kanë rëthu katunin. Tu kena mi prit me emën të adhajt. Me pushkë në dorë vidi. Burra, më po shkoj me pushu pa. Apo tu tësh? Pej kujt? Pej shkive. Pej shpive tona s'kena ku me shku.
Mira ki, nuk bën më tut për luftës. Do të më mbrojt këtë vend. Çonu burra! Çonu semi rrethu! Çonu burra! Çu! E që shkesh të kalzue, shkjet u hin lugut për pjetë. E këtat janë zonë pritën kodër, e bam e bam pash azët as një gjallë nuk e lëshojt. Heu ju lumë pushka atile. Bajram, që bo azimi se u vënu. Po ardhe lash, a me met? Po, që po vjen? Hajde Hazem, hajde. Hajde Azem se bashkë për ty e pa të mlafin. Po lo baca shoq. Azem, ti shotën po e nje. Nëse e ban Kabull për nuse, Halil Radisheva ta ban për hedh. Ju për haj kuft e kuft me neraj. Djem, shkrep një kaj push. Ju gjithë li. Hajde, Qu, për hajde, Hajde poqe. Salam alaikum. Aleikum selam. Merhaba Flakko. Merhaba. Qyshe? Nam, a e A mirë? je mirë? Nam. Na ki farë tuppa. Qa po tuti për kaçakat, ha? Të mirë janë kaçokët, po une se di s'ko kaçoka. Ti s'ke pa kaçaka? Jo. Azem Gallicën e ke pa? As Azem Gallicën se kom po. Hiç. Ja. Plako. Tash kime dit. Hiç më stani. Pulli të kuqo! Hajde ma! Pulli të kuqo të qekash! Përse! Jebem ti boga në vëtë atë të katë! Të kuqo përse! Përse të qekash! Azem. Non? Hajde non. Pej sot të ka gjetë nona një ushtar të fort. Ki me pas edhe ushtar, edhe shak, edhe krepja. Oj shut! Oj nona! Po dir një herë. Shot? Pse e vesh të? Pse është lufta, Azem? A nuk tu të shpi luftës të ja? Po nuk tu në Azem se baba kër jom ka në vogët gjithë me vetim ka marrë në përuda. Po du mu ka në kraj djatë joti, Azem. Për hajë koftë.
gospodin. Osh! Uj krali ton, edhe kos vojvodës, se ku flitet Shqip, edhe ku është Azem Bejta, s'ka me shkel, ma ka me shkall. A vërë vesh! Hup! Pojmë vazni. Problemi është se ata komitat janë të lirë. E këto në dërgjava janë nuk mundet me përbit. Jo, valla nuk mundet. Qashtu është. Ja. Ka po tuti, ha? Vaj, asi, valloj, nuk është mirë. Edhe për qata që po bon keq, edhe për qata që po bon mirë. A për mua? Po, për ty, për ty. Bre, qëret, Ja pasha Perenin, ka njerëz që mendojnë mine. Qyre, në kofsha gjallë unë, apo më rreshti. Azem Galicën bashkët unë mena në kutiniko me tashni. A më rresh? Vish mos me ikë fjallë, ta? Kush, una, e një të balushin. Po që shtu me të balushin, ule? Qyre, a shkojnë. Hajde, po. Balush, besa, besa. Besa, qështu besa, hajde u pafshim me të mira. Besa e shqiptarit. E shqiptarit, e malushit. Besa e malushit. Hajde shku, hajde me të mira. Hajde, ditë të dhe mirë. Mirë sërto Azem Bejta. Mirë se në gjetëm o Bacalish. Mirë se në gjetëm Bac. Shtjelën nga një cigare, Vesel. Nera të rritë. Po diçka o Mehmet Elia. Shka me folë, Azem. Shka në kranë të në unë të po bëzullum. I vjerani edhe asaj punë, o Mehmet. Po, Halil Radisheva! E di se mrena është Azem Galica, po thët kës vojvoda dërzoj orën se të kalli flok me rëve me thmi. Auk! O të thëmë ty, e thuj edhe kës vojvodës, në kur kjo shpi si ka dërzuar në kuj? Qënu vlazni, mos i marrin qaf rabi fmi, mos i marrin. Qënu! Reqba, pushke! Ja besën e shqiptarit, që dërzoj e lejetën një fali. Regj, shkoni moj Azemit. Jo, shkoj te. O, Azem Galica! O, Azem Galica, leja të pushk, se burgi për të pret. Pushkën se në shaj kur. Goknena, kur të shijum herën tjetër. O ti? O une. Udri ka majku mu shqip tashku! Jeli bre, Azem Galica, ti si veliki junak. Reci, kad se da prestaneš da ratuješ protiv kralja, protiv velikog našeg kralja, jel? Ufshon e gjalla Azem Galica.
Kur luftën me juve s'ka me lani. S'mun ju me shkel këtë ven. Azem Galica, Azem Galica. Shpirtin muni me ma marrë, a venin tem kur jo. Kur? Vi ste vagabandi! Vi ne znate da ratujete! Ju jeni të poshtër. Ju luftani me gra me fmi. Poshtër. S'mun ju me ma marrë shpirtin. Veç Zoti ati I kufrë më falë. Tajga! Nosite na svoju čiliju, majku musita! Ajmo! Azeme, ustaj! Neqesh, a? Andorsha prej shtujt njerë. Kofsha unë I gjallë Azem Galica, pa të nëzirë shpirtin si të thjut më ribirit qenit s'ka me lo. Ajmo! Čekaj tamo! Hej tam! Ajmo, hej! Gledaj me! Ajmo brže jebem ti sunce krvavo! Pa čekaš? Ne gledaj! Radi, brže! Stanite! 1 minuta odmor! 1 minuta odmor! Qysh është Alia? Pra me kanë mytë. Edhe kanë munu shumë të ngradhin. Po shumë jem konë. Pak me të. Ngoni knena vllazni. Ja sot ja nesër. Kena me ikë për këtu I kofsha I gjallë me shpirtë. O ku jem, mora Azembejt Galica, që po do me luftu me I dërzhavë, ha? Ki me po mërë birë qeni.
Kush është Azembejt Galica? Lidheni me këtë qenë! Lidhe! Ti boga kia ben! Sefer? Kena menu që t'kam vra, vlla. Azem, ti e ketë katunin e kanë rrëtheku. Na kanë hi shpi për shpi. Edhe pasha zëte të klepshin ti. E di. O burra, bënë një ven Azemit. E që shile burra. Shkesh të ju kallëzu. Na rrëthun shkijet për 4 anë. Na morën 30 burra. Na qëtën poshtë e uva, një 10 i vrajten, e neve tjerve na prënën ashtë në nështë, na rrëhen si qetë. Ngo knena, ti vetë qohër që tash ka dalje me mu, ma shti një gjanar mrena. Me amën të Allahit, ka me shti mrena. Stража! Stража! Aja bre. Volimi. Volimi. Aja bre. Volimi.
djali nanës. Oj, non. Kosta. Kosta. Po që shjej, non? Po gjalloj nan, po ti? A je mërzit? Balli, oke. Së mërzit tash në ki këtu, non? Se që të jo ka. Ta kumpru dhe seferin. Of, pas të nana. Që shjej nan. Po mirë, Ljoke, mirë. Oj, non. Apo në vjen e kashore buk me hongre në e ujnë, ose? Po, djali jem, qka të dani? Se kjo bide ujnë. Sefer. Ka shok son të pinalëm shpi me pushu. E nesër me sabah vla, ja u bën gati kualte i qëjmë pak në përshpijat veta. U bo Azem. Po Azem Galica. Me dek, po. A më do vete e. Unë në burge por se kush i. S'fara zgoni i. Mas të i e gjithmoni. Kur shi me nera shok, e nera ju rrit. Dhe të largojmë shkojmë për këtë ujtë, gjithmonë ki krahën të ujtë. Bashkëna me kondejnë fund të javja besën. Kosto, Azemi me shok ka ik pi burgi. Kanë shku në për shpia. Nëse thoni ju... Jo. Letë menojnë që nuk po dim ku ngjo për ta. Dobro, Kosto. Me këto duart mia kam i lill, përkalli, e këtu e po zhëravat kam i qu. Bravo, dobro, Kosto. Are ik tash. Ushtar! Zjarë! Pasha zotin e marrë në ushtëria austro-hungarezve. Ushtar, ik këmëller, ik! Ushtëria e kralit që ka hikun. Is. Ushtëria e kralit. Is. Luftë e madhe ka shkën. Shkojmë të Azemit i kallëzojmë që e morën austro-hungarezët. Nuk ka dole. Shpejt. Ka dole. Alp! Në hora mundimin të vi deri këtu, e të dëgjoj kërkesat e juve. Kërkuj nuk mundesh me shku në shpi e me i thanë se e marrë me të mësu si me jetue. Para se të vija këtu, me kishin paralajmëruar se keni një gjuhë të çuditshme komunikimi. Por t'i bijem shkurt. Sot ligjin ne e bëjmë këtu. Por jemi të hapur edhe ndaj ndonjë kërkese tuaja në eventuale. Mund të na thuani më një herë. E kush ka ardhë në këtë vend, në këtë farjurneku, nuk është nda mirë me ne. Na dojna me kanë të lirë. Nësa po e shoh, të lirë jeni. Perandoria jonë nuk lufton të arëbëroj askënd. Na i tham tonat, tjetër nuk kemi që ka me thonë. Pra, këtë doni të thoni. Nuk e kërcnojna kërkon që e ka pushtu këtë vend, po e luftojna. Ju du të më largu me njëherë pe këtu. Atëherë, edhe unë po ju them jo, kërkesen për urdhërin e prerën. Dhe nu mrapa ka kini ardhë. Ju nuk mundi me robnu këtë vend. Azem, merri burrat e priju ti. Duhet me ju kallëzu këtyne se na nuk marrim urdhra pe kërkuj. Të gjithë ata që nuk i binden fuqisë tonë, do të ndëshkohen keq. Hajde! Unë e pres të mi sillni gjallë ata. Edhe ju ikni. Por ata... I dua gjallë. Dobro. Kosto, austro-hungarezët i kemi afel këtu, dumi me ik.
Hade, mbledhni plaçkat e mia, edhe ikim. Uadhan. Po le burr. Pa e gjithë kampin të Azemit, s'kem qa mu këthyje. Na shkoj dita të velit këtë kamp. Po kjo s'me të zotit, nuk kemë u këthy, pa e gjithë kampin Austro-Hungarezër. Hajt, ikum. Hajt. Achtung! Urdhroni, herr Malush. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta herë. Ulluni lirisht. Po, po. Kisha mendimin që këtu nuk do të mund të gjej njerëz që mund të flitet me ta. Por ja që pikërisht ju më ndryshuat këtë mendim. Fatvarësisht. Në majtë malë ka gjithë shka. Interesant. Keni shprehje të bukura ju si popull. Shërbehuni lirisht. Apo? Lirisht. Faleminderit shumë. Herr Malush, këty në ditëve kemi disa probleme të mëdhaja, e që patjetër duhet t'i zgjedhim. Normalisht, me ndihmën e juve. Pa ka problem që nuk zgjidhet në këtë botë, ju kanë gjallë Malush Aga. Ako? Sigurisht, ne edhe do t'ju paguajmë për këtë. Mos dyshoni. Po? Patjetër. Faleminderit për të shumë. Mi nikada nismo ostavljali posao na pola. Zar ne, gospodine Kosta? Ne, gospodine predsjedniče. Ne bi bilo dobro da nam stvari izmiču iz ruku. Vaši uspesi su ostavili utisak i kod samog kralja. Nastavi tamo gdje si stao. Hvala, gospodine predsjedniče. Ajde. Po më sinë sokakut për pjetë. E ku të mërim të Ysdërhonja, që aty e kanë strofologun qenët. Jeni sigurt, Malush? Që e sigurt. Sigurt si me det jam. Atëherë shkojme njëherë. Po shkojmë pra që ka presim. Banu gati. Me njerës të prisionerat. Shkojmë. Për hajna kjo ftjara ti. Hyni mbrena! Kalleni krejt të vinë!
Joni gati? Jarë! Hajde, ikim shpejt! Shpejt ikim! Hajde, për para! Hajde! O hajde vllavi se ka çlia zënë. O hajde ti në vllavi. Shajt gjallë me shpirt, pa jam marrë hakun s'ka me lanë. Vazën bejta. Allah e të lash nash për vlazën, e mos u mërzit. Kofshish nash ajo, shokti me. Kofshish nash. Azem! O Azem! Apo vje ka dole se ka ardha Hasan Prishtina? E o ka pret nud? Hynë thu hynë se erdha. Haj! Unë e një këto shkrepa. Ky popull ka nevojë për dikën që njerëzit kanë besim. Unë krejt që apo dëgjoj Drenicë është emrin tënë, ti Azem. Hasan, unë ju mbetu pushkën me s'men shupe i dore kur. Po mbe i pri vëlla nuk me ma kërkuj. Shumë e burrim ka dek para kanve. Mësë më ngështë Hasan, ty bën mëj. Këto fjallë më duhet me dalë për teje. Jeta se cilit prej nesh nuk ka dalim se uj kronin pejpe i uj të lumit. Uj është. Planet jo mba. Ti duhet mi pri qetave Drenicës është vendim i Komitetit Kosovës. Amër Hasan, pe dekës shaqirit jem ligë vëlla shumë. Ty bëndia mëj. Unë nuk jam marrë me të lutë këtu. Unë jam marrë me të tregu vendimin që kanë marrë trimat kush duhet mi pri popull. Planet për luft jam ba. Edhe krejt popujt Europnum kanë me uqu me luftu për liri. Kush duhet me pri Drenicës, Azem Bejta. Ti. Zani jot ka shku shumë natë, tek rajli jot. Ej, po në rënë shumë, po luftën që po bëni. Këtë luft nuk e bëjun, po kjo popull. Në nuk bëjmë kur gjë tjetër. Veç luftojmë për lirin e këtij vendi. Ele Zoti i do njerëz që luftojnë për paqe. Po më që ditë pop, nuk folë që kështu para 5-6 vjetë. Tash pas ke në rrugë. Azeme, në duhet më bërë bashkë. Me folë bashkë, për qëllime të bërë bashkë këta. Edhe Azeme duhet me largu Austro-Hungarën për këtujt. Austro-Hungara o shumë fort. Ele as ju e as në nuk mujna me përbalu me ta. Ju luftoni për venin e juve. Na përtoni. Ele Zoti do njerëz të bashkuar. Në qka jemi këtu? Nga më folë që ju folni edhe i prejni fjalë të shkurt. Në popull thuhet
se prej fjalëve të gata nuk ka hajër. Në këtë luftë, na I kemi interesat tona, ju I keni interesat e juja. Kjo është punë e paqë. Na luftën e kemi ballë pa juve. Nëse luftojmë bashkë, duhet me ditë veç një gjë. Ku është shqiptari, është Shqipni, ku është shkallë, është Serbi. Ashtu është? Po na nuk kena lype kur gjë ma tepër, që nuk na takon neve, a? Na kena lype veç çka na takon. Çfarë çdo? Dushmonin që e kem der shtëpis. Na bohun bashkë. E liftoj, e njekun për këtuj. Po kur kryhet lufta, e jën shtëpia t'juve, e na shtëpia tona. E bashkë qashtu. Njerë po e ikim këta që I kemi këtu, e masa ne e këqyre. Selam aleikum burra. Aleikum selam burra. A ke do mendën në zemë? Po, Bajram Curri. Me emër të Zotit, nesër une me këta burra me juve kena me pi kafe në pej. Azem, shë zoti, pas ke ko gjamash kuj mas veti. Edhe se, unë komendu që I ki pak ma shumë burra me veti. Nuk I faj basa Ramadan. Po, 2 herë që ka që burren të na pritë lugi poshtë. E ja kena mësytë të tonë pejes kismet. E pas ke bo një jetë me bashkue, dhe një të lape duka gjenë, ha? Qashtu e kam burrat basa Ramadan? Hajri koftë. Hajde ju prifte mora. Ju prifte mora. Hajri koftë me juve po që shnet. Hajde! Uazem mo! Uazem Galica! Hajde mirë se erdhët. Na ljoke e na ordë për me hinë qeta zemit. Me ju bashku kra për kra me luftu me to des o desëm. Hajde ljoke për shërin njërë mrena. Hajde një ljoke, hajde një. Më zdeshtat me hongër pak burke. Jo ljoke, jo s'dojnë. Një kafshat, se keni me marrë udhë të lartë. Ani ljoke, zotë do është bereqet. Po një kafshat. Kafshat. Hajde. Apo ju hahet? Vëllon gjokën në knoqë. Ljoke, na jem goti, veç ka dhëna ku është qeta azemit edhe na pënisme. Valla ljoke s'ka për jetë njëtës. Ma mirë shkadi të shpia e runi, lepë se azemi jam për një javë nuk e hanë që ta buk në gjithë shokët e vetë. Zotë do është bereqet ljoke, e valla. Bereqet, po që... Hajde. E valla. E valla.
Azem, Koz Vojvoda nuk erdhë. Na të raftaj. I këmë thanë Azemit se bes me shkije s'ka. Për nese. Bek, na kësoj punë i kem hi. Shtek që këthehemi mas s'ka. Deti Kosovov lugë më së gjithë. Këtu s'ka mira mas. O lazni, ju dini që kena marrëveshje me Francezë. Javë këmë dha fjallën që kretë ushtarët austro-hungares kam javë që unë ka një gjallë aty. Edhe në kofsha i gjallë burra bashkë me juve, kena me majtë fjallën dhe në fund. Dhe bra, pas ka burra. Fjalla, fjallë. Azem, austro-hungares hinë zënëm ketë. Po veç armatim, kam jetë shumë. Kallë një minë. Shkojmë, hajde. Zotëri Huljani, urdhëroni. Monsieur Galica, unë ka mendua se ju jeni udhëheqës. Nota tona, mas pari unë gjithë njeri fjallës, e tani ai pushkës. E Ramadan Shabanin e kemi edhe njeri fjallës, po edhe i pushkës. Monsieur Shabani, ju keni kry shkollë, universitet, ose... Unë, general, e kam kry shkollën e popullit. E kom dash me vazhdu edhe ma tutje. Po, më morën asë qërë, e të na asë që luku zgatë, sa tjesh gjallë. Monsieur Azem Galica, Khmeria dhe strategjia ju jeni strateg i vërtet. Strategjia juaj kalon edhe ushtarve më të mdhej ushtarakve francez. Është e çuditshme se si keni arritur të zëni 4.000 ushtarë dhe oficerë dhe keni kaq pak humbje, Monsieur Galica, është rrallë, është magnifik, është... Në vendin për nga unë, Monsieur Galica, ne i ndërhojmë dhe i respektojmë ta burra dhe këta njerëz si ju. Kjo është një shpat prej Azembi. Prandaj në shenjë respekti për krimërinë tuaj, kjo është e juaja, Monsieur Galica. Nuk më me pranu këtë njerë. Unë nuk më kry shkolla e akademi ushtarake. Këtë që kom mësu dhe i sot, kom mësu pe jetës poplit tem. Na e bojmë një farë lufte. E atë luftë që e bojmë na, e manë veç dashnia edhe shpirti për mi shtiru troje tona. Më falni, Monsieur, Madame, kam pëftuar dhe Monsieur Vojvoda është një ushtarak i shuar, andaj i serde të ty Vojvoda. Kena pat bamët e Koz Vojvodës. Bile kena pas muzatet me të dje.
e nuk na dul heq. Na ka tradhtu. Që tërkun kena pas muzatet o kozve voda. Ushtarat e mi, më kanë thënë mua që ju keni lanë një urdhën të parakoshëm. Edhe çështja e flamurit tonë sërb e mbyll këtë punë shumë mirë. Cili flamur? Flamurit tonë sërb, natyrisht. Me që dorë e ku ngjit flamurin shqiptar. Është mirë na ta lëm flamurin aty. Edhe masanej ullemi edhe bisedojmë për shumë gjanë. S'kem shka me folë. U është flamuri shqiptar, është Shqipni. Kemi nevojë të ngrisim gjakrat. O zotë general, na shqiptar general orlojmë familje të mëdha. Jem Kalablak, e kemi kogja punë. Kur kemi punë shumë, e kemi adet me marë roktar. Roktari punon me vjetë tena, e besa edhe hise jepin. Shumë kemi luftu. Në pas bëhë këto lufta, toka tjera, toka të huja, Franca, ku dion. Shna zoti, na kësha hise me marru edhe ka shpia të. Po kjo tokë, po kone jona, e jona është, edhe jona ka me mitë. Azem Galica, ju duhet i pranoni ligjet e državës Serbisë. Kemi pas një besë. Ti e prishe. Besë me shkallë nuk paska. Gognina, tash po ta jap besën e shqiptarit. Besë sot. Ku të shihmi unë e ti? O ti? O unë. Azen. Po ecim Azen. Interesantë, njerëz të pa arsimuar, mendoje se çfarë do të bënin sikur të ishin të arsimuar, do të na udhëhisnin edhe mua ty, ha? Po flasëm në atë partë. Po na be jena musafir? Po ju nuk jeni musafir. Ju keni ardhur me okupu, keni ardhur me nënshtru këtë popull, këtë vend. Po s'kom ju dalë bashkë ashtu që po menani. Apo dorëzoni, apo luftojmë. O, këqure. Po dorëzomi. Po jo me Azem Galica, ma mirë ju jemi u dorëzu juve se neve. Ju jeni ushtri ka qaka, na jemi ushtri e državës. Atëherë marrëveshje s'ka. Are, ide me spalite! Për para vasi! E, prita Azem Galica me!
Thonë që ai po fluturon. Kush bre? Asemi. Këtë ushtria e me po tutët pitina. Ka me lillë. Ani, qa me bon tash? Ka me lillë dhe ka me full, ka me mit. Jo, mos ungut. Mos ungut se ka zgjidhje për këtë punë. Ai kungullimi i ujit nuk shkon gjithmonë thot populli. Ka dalti se Azemi. Më lëshë. Gjithmonë më ke po qysh pa flet. Alësh, me mit. Me vra. Me vra. Po de. Dhe unë po thëmë, e vrajmë. Hajti. Hajti. Komiteti ka vendosur një zoni se krye komandant i krejt qetave të Kosovës është Azem Bejt Galica. Hajde Azem, qo. Qo Azem. Për hajë vla. Rrit njëra Hasan. Nuk më me pranu Hasan. Azem, kjo punë është e kryme. Ja pa fshajrin. Krejt qetat i ki mas veti. Tu rrit njëra Baca Bajram. Kopshi faqe barë. Ja pa fshajrin. Rinë Azem. Pash Baca Bajram. Ja pa fshajrin. Për hajës. Bura! Prej sot, komandanti i qetave të Kosovës, Azem Bejt Galica. Shko Azem. Ullë batë. Nëse më lejoni, komiteti ka bo dhe një regulore që kisha pas qef me zbatuen për pikë një. U këshin. Në një, as një kryengritës nuk guxon t'i dëmtoj shkijet e vendit veç atyre që qëndroj me armë në dorë kundër qëllimit shqiptar. Në dy, as një kryengritës nuk guxon të djeg shtëpia e të rënoj kisha e gjana tjera. Në tre, plaçka është jasak i kryengritjes. Nën 4. As një kryengritës nuk guxon të bëjnë ndonjë shëmtim mbi trupat e të vramëve të anëmikut. Nën 5. Veprimi më i gjallë është kundër ushtrisë, gjandarmërisë, kundër komitëve të anëmikut që kundërshtojnë me armë në dorë. Nën 6. Një tradhtar që kundërshton luftën krahas me anëmikun ose veç është kundër qëllimit shqiptar, ka për të vrarë pa gjyq e pa fat e kushdo që tjetë. Nën 7. Me të zbatuarit e jo me të çliruar një katullni sërb. Shkijet e vendit, ashtu edhe qarshia të ruhen me njerëz. Besnikëria e kryengritjes të ndjek armikun pa fat e pa bjerë as një dekik. Në për qytete e në për katune. Nën 8. Kot e pa nevoj. As gjaku i popullit ton e as gjaku i popullit të anëmikut s'ka pse derdhet burra. Goja u Hasan Prishtina. Ka nëse. Wallahi, Rahim, ja pas hapshtu. Ali, shko mërë. Nësë të vasi, shuj. Shuj se vatë mirë, Rahim, shuj mërë. Shot, mërë që. Mos u mërzet Azem. Puni i fort, po nga i ret. Që në me gjallë ka ndorë me brotë o kopmi. Krejti në gjallë. Boga e reto, Azem. Kofshi shmjash o vlazni dhe jo, e mos u mërzet në edhe jo.
Në kofsha gjallojnë ana sherife, pa ta marrë hakin kur s'ka me lanë. Nëse pasha vetit shumë. A u last? Jo. Deshta me zatet në qallnikun. A kështë mujtë me thirë pak? Në qallniki kërkujna s'po del këtë vakt. Deshta me kalzu t'i shka për Azem Galicën. Azemin? Pret atyre. Hajde! Shpejt! Qikën që e ke vrasët, i ka pas ma pak se 5 vjetë. Unë nuk e kam vra. Je baj njoftën kësajde, e po që njohin ta njerëzia. Une do të flasë mirë për ty edhe për Azemin të krali i madhë. Tia, u mardhë me të vra, këto e ki për nanën sherife, për mi hanën, për Zojen e vogël, edhe për Rahimën që ja ke qitë mend për i kreje. Jom betu që s'ka mu veshën të ishat grave. Ma ke thy besën, këto e ki për besën që ma ke thy. Shut, e shpejt! Jo, s'vëmi. Burra ngoni knej. Menimi i komitetit është me u bë gati për një kryengritje të madhe. Do të mu mënu me të bu një 10.000 burra me pushk e me dalë zot këti vatani. A keni po shotën sot? Jo, Azem për mas di se kemi po. Hajde burra. A po fishën burra. Ku ketë? Kesh me vrana qallnikun. E për cjeli shota pra 2 Azem, dhe që një 3-4 fishek ja ka dhonë. Për këto punë të të mu veti kush. Azem, jom betu? Nuk po du me ditë për shka i betu. Tjetër herë, pa e ditë unë nuk du mu ba kur gjë. A morëm vesh? Reza, jepja Mehmetit edhe shotës ka pak mish. Po, Azem, më njëherë. Të se kanë vro një shkap mazët. Oj, kena kollë shkijet, Azem. U mundu me nga mashru, Azem. Ronë tokë si shenë. Po s'ja vjeti letra shota. Ju lumë. A di qa thejke? Ka me folë fjallë të mira të krali për ty e për Azemin. Ty që kanë kërsi trut njerë. Kom! Onda znači htjeli smo zajedno s vojskom i sve smo usputili prema vašem naređenju. Ja, mo ty s'mkara me pa ka shumë trima me një ven. Mos në bën me menutash kush është matrimi këtu, Hasan. Nuk e di Hasan Prishtina, se po na fol për trimni, kur e kem këtu Azem Bejtan.
Basa Ramadan. A din që shtojnë për neve? Trimat e azgonat janë si bostoni. Sot një, e nesër një dhe maj madhë. E ata trimat që vinë mas neve, di shka thojnë Basa Ramadan? Kalla ju e kini pos dje, hajde sot. Qa pa thujnë bre? O bac, po thojnë cilë është matrimi i kësajde, apo nga knena? O, zem Galica, unë të kum njof për trim, po ma ke prish qefin që se ke morë edhe shoten. Se trima kena pas bal, po trimnesha ja. O mi gjabaz, kur mangat nuk e ke pas atë që po lyp. Mo bre, se s'kam dojsh Allah i kush. Mehmet, janë nërë një 2 gjemë 3 e për lypin Azemin. Bjeri tonë të, bjeri. Në tjeta bura. Në tjeta djel. A mujt? Që ka dole? Që një dole djel? Këmi orë qetë Azem Galicës. Emna të shikeni bre. I dresh shola. Ali Berisha. Po e t'ju patë më djel? Për i Drenice. Po ka së vjetë i keni bre? Ka 17 vjetë. Pa keni familja, në i kona? I kum pas 2 vllazni. Mi kam vra shkit në luft. Merë një qëni të Azemi. Azem, atë motë, na e patëm konakun në Kotor, në shpi Beqirmujs. Para ferkut sabajt bashkë me Bajramin o nesëm. Të poshtë bregut Vallaqës e derin për rruet kesh. Kër i na ardhë të reka i Qubrelit aty, hopa, peshohum një kerë me i pen buj. E po qëto të livadhe i kem kastreva ta 5. Po, të livadhe të Qubrelit. Bajrami, jo Allah e pushk, tak. Kenja 7-8 taksirat liqa të i lam, i kostravëm të tonë, të ne morëm udhën e sajde. Kahla usha, dullëm kryeshefc, pe kryeshefcit vazhdum në për prekaze, ardhëm Galicë. Mehmeti ti ka që 2 djemë. Qëri Azem? Hajde djemë, hajde, hajde. E pas ke do menën, a? Po Azem, jam gjende jetën me dhonë për ty. Të lundë goja i tezë. Koknena. Me rikta djemët edhe me shku me marë Duhan Mitrovicë. On se i dalje vrti slobodno. Gospodine predsjedniče. Taj čovjek provocira moju politiku. Provocira moju državu. I što je najgore, on njemu postao mit. Mit koji leti. Moja vojska dezertira. Moja. Ej, ne sme da mu izađe u susret. Čak nam i u snu izlazi. Gospodine predsjedniče, to je bio nesporazum. Ti si dozvolio ovo. Ti si stvorio ovaj mit. Ima 10 godina kako si mi obećao da ćeš mi dovesti njegovu glavu. I šta si uradio? Stvorio si besmetnog čoveka. Vojnici dezertiraju. Govore da on leti, da ga neće srpski metak. Gospodine, dajte mi još jednu priliku. Ne! Molim vas. Ne! Imao si svoju priliku. Marš!
Sutra će se jedna francuska delegacija susreti sa pobunjeničkim grupama na granici. Da. Vi znate šta treba da radite. Razumem, gospodin. Tako. Ajde. Azem! Ka me hinë qëtë tonë. Ne jam mirë burra. O Azem Galica. Pa i pej burgut dola. Edhe s'ka birë nane që më këthen kush mrapa, jo? Edhe tonë kohën të i kujtua që shme dalë pej burgut e mu takua me Azem Galicën që ma pruni zoti. A i mi po dikun ma herë të në ti? Kush mëre? Ti me mua? Jo, më s'ka e të thonë, po më pej burgut dola. Jo, më në pasha besën e malushit. Ha? Allah ka të djemë. Që djemë ka doni, asi... Jo, djemë, asi, a s'ka besa? Shka është kjo? Kjo, po i thash, po shkojnë luft, na shta helbete, më duhet na i sen. A me mua Azem Galica, na? Kush bre? Una? Po jo më dhe pasha Perenin, o Azem Galica. Ka dalë bra burri dhe, ka dalë një bra burra, ka dalë një bra... Kërkush pasha Perenin. Kur s'ka qu? Kur kush më në vlau jam, kur kush s'ka qu? Kur s'ka qu? O, kur kush, bra, kur kush, o, jo, Cerovici! Cerovici, Shkotoj Cerovicit, shpirtin kam janë zirë një ka një. Kofsha gjallë. A veshë jam ashta. A ty, të shopa vesh. Ka me të my të birë qeni. Hese me këtuj! Hese se jun! Asfet, qenë! Azem, cëllë është kosta? Req, që të kalzoj. Qaj është? Qaja? Sugut, sugut. Që kjo ma ka pro bobën. Edhe mu ka prej mbes. Req, req! Pături! 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 Atë kom thonë që kena mozat e dikon. Azem. Trahtari e ti. Azem. Këto e ki për besën që ma ke thy. Azem, ma besë. E këto e ki? Që ma vroj të rezin, të dhone shotës. Azem! Azem! Ga e red burë. Oreq, ma ju burë. Thuni shotës, bë më hava. Shot! Rejt vlojem! Rejt! Rejt vlojem! Rejt! Monsieur. Ju I keni ndërruar fjalët. Nuk e kem bo. E keni bërë. Edhe unë kam menduar në fillim se ju nuk I keni bërë. Por ja ku kemi fakte. Ky ushtar këtu e ka parë me sytë e ti. Kur ju keni vrarë
delegacionin tim, delegacionin francez. Kjo është e pamundur. Është e mundur, zotri. Nuk është e vërtet. Është shumë e vërtet. Madje jeni munduar që fajin t'ja lëni Monsieur Galicës edhe ushtarëve të tij. Për fat të mirë ne e kemi kuptuar. A mund të mirëmi vesh? Nuk mund të mirëmi vesh për asgjë. Hadi Mücabek, hadi Mücabek. Baba. Azem, ka ardhur Hasan Prishtina me Bajram Turrën. O, hajdi burra! Don Musafir, o Azem Bejta. O, hajdi burra, orë shi faqe bardh. A mujtë, Hasan? A mujtë, Baca Bajram? Mirë se u gjetëm. Për herë ju koftë armënia e vogël, o Azem Bejta. Hajrë paq, Hasan. U bafë Shqipnia, ashtu që shka thonë Zoti, o Hasan. Amin. Kapak e banë tonë o Azem Galica. Po, Baca Bajram me emën të Allahit. Hajde unë gjë, hajde Baca Bajram, hajde Hasan. Hajde Hasan. Shot. Të mbrusit gazetë, për me pati që ka po shkruin gazetat franceze për ty. Po të krahasojnë me Jeanne d'Arc, që është ka qenë një luftare madhe franceze. Mere edhe ruje. Ka me rujë si sytë e ballit. Faliminer. Hajde. Grisja, o burra! Zhupani, a I keni bo planet? Po, gospodine. Ne do të nisem pej Shkupit për Mitrovic. Do të shkojmë me voza. Aty do të shtripim. Po nëse shqiptarët na vesin, çka është kjo ushtri, ne do t'ju thomë që jemi ardhur mi rujt granicën. Prej aty, gospodin do t'a rrethoj Galicën. Gjalla vdek Azem Galicën do t'a sjelli para jush. Dobro, Zhupani. Mos nuk përna vjen e pis. Nuk ka nuk tjetër përveç kësajna. Auk! Po, Azem Galica! Azem Galica nuk e shen shpatët pulës jaran. Po në shpatët dukit. Po s'kom po s'fajo, Azem. Tokë si muta! Ja fshiva gryken për një vjetë pushkës. As një tradhar gjallë s'ke milion o Azem Bejta. E ty t'lumë pushka. Bashkë me tonën në Mehmet Elia. Shkojmë dhe. Shkojmë. Nuk jënë diçka punë mire. Po ma një në zemra që ashtu me i shotë.
A vjen ai kushton të ma? Ju thash me shku me prit Bajramin të shtëpiat e veta. Edhe ashtu më i qot se kam prit kur me shtëpiat veta. Po, Mehmeti, Bajrami, Alia, Emini e plot tjerë më thanë që i kthejen. E për me prit, jam të e prit Veselin, mos më bjene i haber për Mitrovicës. O, Azem Galica. O, hajde Vesel. Hajde Vesel. A mojtë të burra. Edhe mos luni. O, Vesel Hoxha. Kone i haber për Mitrovicës. Kur ma mirë nuk jenë kom punë të Azem. Shka pas ka kriso, Vesel. Ti nuk pa bon qefin mu. Herën e kalume. Kur të kallzova drejt, nuk më besove. E tash besa po do të më ta bëha dhe qefin. E di, Vesel, e di. Nera të rritë. E njerë kofsha Azem. Hajri inshallah po. Punët nuk janë hiq mirë. A jeni gati? Nuk du rob luftën. Galicën du ta kallë një flak. Azem Galicën gjallja vdek, ma bini këtu. Kamsoria, mas kapitenit. Kamsoria, mas me! Të tjerët, të topët. Se na kanë rrëfekull dhe fort bile. Kemë ku shkojmë pi shtëpisë e shot. Jam sym. Nuk ka kini ardhë, se mi ardhë ashteri s'ko mjënjën! Azem! O, punë, goni, se të Azem i vranë! Legaliză, bandit!
Çoje Mehmet. Çoje pak. Zem. Azem. Azem? Mëslej. Zbjerë, rreda pak dro. Ua, Zem Galica. Hajde, Vesel. Po mund më asho burë. Mirë. O, Vesel Hoxha. Po apështoj nga Galicë ku është mbrëmdha. Galicën, Likushnicën edhe Lubavecin i kanë kollë. Ua, Zem Galica. Shumë gra fëmijë kanë vra. Fishogu e apështoj kosha, Vesel. Khalid Bajrami edhe Bajram Tërnovci janë vra. E me ta dhe shumë shok tjerë. Djem të gashit, gjithë krajnë ma kanë donë. O shok të mi, ju këm dash si vlazën. Ma bëni halal, unë këm luftu për Shqipnia, Vesel. E ju me i lumë pushka. Halal të kohë të Azem. Se kratë djatë kima na pas gjithmonë. E Shqipnin kime bo. Së më jetë marako, Vesel. Një 20-30. Me që dori këmë ra, do të godhjet të naltë. Hajtë pite qanit. Juve shokve e ty, Vesel. Gjithë kratë djati këmë pasë. Ju këmë dash të vlazën. Ma keni dhe krajnë. Kime na pasë, Azem. Kime na pasë. O vlazën. Gjithë këmë pasë shef me luftu me juve. E di që këmë pasë kra. Presa. Besomni, këmë luftu për Shqipnit madhe gjithë. Amanet për me e keni trupin për trupin tem. Mos ta merr vesh ka u kur djegnëm. Ose në shone trupin tem me nej shpell të fell. Kusë në gjanë kërkush kur. Në të menojnë që jam gjallë se nuk desa Zem Galica. Vazni, unë jam gjithë me juve. Azem! 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 Bollni shok, mos kani. Hajde burra. O Azem Galica. Hajde vlazni, t'ja qojmë amanetin ven. Hajde vlazni. Ka dali. Hajde vlazni. Që në konë ka dali? Që? Mane burra.